Ministri i jashtëm Timço Mucunski paralajmëroi mundësinë për mbajtjen e një takimi të nivelit të lartë në Sofje. Ai pret që një takim i tillë në kuadër të një ngjarjeje rajonale që do të mbahet javën e ardhshme në Bullgari, e ku ministri do të marrë pjesë së bashku me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova. Ai tha se për momentin një takim i tillë nuk është dakorduar, por shtoi se nuk do të befasohej nëse do të mbahej një takim i nivelit të lartë. Duke folur për marrëdhëniet me Sofje, ministri theksoi se dialogu dhe takimet në nivelin më të lartë janë të domosdoshme. Padyshim që duhet të zhvillojmë dialog me Bullgarinë, por ky nuk është problemi. Problemi është se ndër të tjera, Bullgaria po e shkel marrëveshjen për fqinësi të mirë. Ta lëm me një anë çështën nëse marrëveshja është e mirë apo e keqe. Bullgaria në atë marrëveshje është zotuar se do të inkurajojë dhe mbështesë rrugën tonë drejt integrimit evropian, por nuk e bën këtë. Megjithatë, nëse më pyesni nëse duhet të kemi më shumë takime në nivel të lartë, përgjigjja është po. Lidhur me deklaratat e presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, se të vetmet përfundimtare që mund të nxirren si garanci për vendin janë se Maqedonia e Veriut duhet të përmbush atë që është dakorduar. Timço Mucunski tha se nuk ka dëgjuar një deklaratë të tillë të drejt për drejt prej tij. Ajo që mund të them është se ne mbetemi të përkushtuar ndaj reformave europiane, mbetemi me një orientim të qartë të strategjik në politikën e jashtme, por gjithashtu qëndrojmë fuqishëm në qëndrimin se në këtë moment nuk ekzistojnë kushte për ndryshime kushtetuese. Kujtojmë se Costa 2 ditë më parë vizitoi Shkupin prej ku porositi se ndryshimet kushtetuese të dakorduara janë kushti kryesor për hapjen formale të negociatave të antarësimit. Sipas tij, ky është hapi i nevojshëm për të zhbllokuar përfitimet e plota që sjell antarësimi në Bashkimin Evropian.